E pranon se si antar i Këshillit Gjyqësor është propozuar nga ish-presidenti Stevo Pendarovski, por Milazi Mustafa konsideron se nisma e shumicës aktuale për interpelancë ndaj 5 antarëve të Këshillit është hap i gabuar dhe i panevojshëm. Me këtë, siç prehet, është më së qartë se pushteti ka për qëllim të sjellë njerëzit e saj në Këshill, por kjo nuk e përmirëson gjendjen në gjyqësor. Unë jam thellësisht i bindur se të gjitha ata, edhe kryeministri dhe bartësit e të gjitha funksioneve publike kanë qëllime fisnike për përmirësimin e gjendjes. Mirë po nuk përmirësohet gjendja me bësh sulm direkt mbi gjyqësorin duke tentuar që t'i largojmë disa njerëz dhe t'i bëjmë disa njerëz tjerë. Në përgjigjen për interpelancën ndaj tij, në tekstin e së cilës në fakt emri i tij nuk përmendet askund, Mustafa ka shkruar se për gjendjen e pakënaqshme dhe besimin e ulët në gjyqësor po e kërkojnë në vend të gabuar. Jam plotësisht e bindur në këtë. Ku ta kërkoj kuvendi përgjigjen për gjendjen e sistemit gjyqësor? Unë mendoj se fillimisht duhet ta kërkoj në radhat e veta. Duhet ta kërkoj në ligjet që i sjellin ata. Dhe pastaj pala tjetër dhe ta kërkojë në mënyrën e zbatimit të të njëjtave ligje. Interpelanca ndaj 5 antarëve të Këshillit Gjyqësor pritet të mbahet më 11 mars. Ajo dhe nëse kalon nuk ka peshë juridike, andaj Mustafa thotë se nuk ndjen asnjë përgjegjësi morale as penale për t'u tërhequr, andaj thotë se do ta çojë mandatin deri në fund që i mbaron në fillim të korrikut. Mekanizmi i vetëm për të larguar antarët e Këshillit Gjyqësor është procedura disiplinore që duhet të udhëhiqet pranë Këshillit Gjyqësor. Iniciativën e tillë mund ta ngrisin edhe gjykatësit, mund ta ngritë edhe ndonjë antar i Këshillit Gjyqësor për kundër kolegut të tij. I pyetur për besimin e ulët në gjyqësor, vetëm 2%, Mustafa tha se ka analiza të fundit ku besimi në gjyqësor del diku mbi 25%, por kjo sipas tij nuk përmendet askund. Apeli i tij është që gjitha palët të ulen dhe me koka të ftohta të kërkojnë zgjidhje për sistem gjyqësor më të mirë, për të cilin tha se është në gjendje të pakënaqshme për të mos thënë para kolapsit.